personi që ka besim mas shumë të, me thonë drejtën është krejt familja, edhe vllai që çdo herë mbështet, është nana që çdo herë më shtyn që ala me vazhdu, edhe babi që kur nuk nëlle të punu ose të gjithë sponsora që unë me pas mundësin për me vozit. Sepse kjo është biznes goxha i kushtueshëm edhe ka nevojë shumë për përkrahje. Sa po keni përkrahje, Rian? Kam përkrahje edhe pe sponsorat mi që i falenderoj, po ashtu edhe me projekte nga shteti. Kemi mbështetje. Do me thonë keni mbështetje dhe institucionale. Po. Perfekt. Por është një sport që nuk është vetëm talenti ose përkushtimi për mirësim dhe është edhe në vozitje, po është edhe në mënyrë financiare, është shumë e kushtueshme. Po, patjetër. A ka ndonjë sakrifis që të ka kushtuar mas shumë dhe që të e mban mend për me ardhur deri këtu ku je sot? Sipas me, nuk mund me quajtë sakrifis, është si investim. Se unë do shta mësoj edhe që me vozit, po kretë këto kanë me marrë edhe njetë ma vonë. Edhe nëse do shta nuk jam për në punë, kretë më kanë me marrë si një pozitiv, edhe nuk e marrë si sakrifis, është si investim për të atme. Okej. Hajde, përshkëputemi pak prej pyetjeve që po t'i bëj. Po flasim pak për çdo çmime që mi ke prusa dhe ma ke mbush tavolinën me to. Që çmimi në Fesk 2025 është apo vendi i parë. Tregon pak për ç'çmim?